Të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetarë dhe qytetare. Sot kemi arsye për të qenë krenar. Ligji për praktikat e padrejta tregtare, i cili u përgatit nga LSDM-ja dhe u miratua me 13 mars 2024, hyn në fuqi sot. Ky ligj nuk është një deklaratë e zbrazët, por është një masë konkrete që do të mbrojë buxhetin e qytetarëve dhe të zvoglojë abuzimin nga tregtarët dhe furnizuesit. Për herë të parë, kemi krijuar një zgjidhje sistematike me të cilin do të japim fund manipulimeve me çmimet, që nga sot do të vlejnë rregulla të qarta dhe do të vendoset rend në marrëdhëniet ndërmjet tregtarëve dhe furnizuesve të produkteve ushqimore. Ligji nuk do t'i prish zinxhiret e furnizimit dhe nuk do të shkaktoj kaos në treg. Kemi dhënë një përgjigje sistematike për të gjitha manipulimet me të cilët ishin ngarkuar qytetarët, dhe kështu edhe standardi i tyre jetësor. Me këtë ligj rregullohen 26 praktika të padrejta tregtare, me të cilat mbi 2500 produkte bujqësore dhe ushqimore do të kenë marshë të kufizuar prej 10%, kurse ulje të çmimit të pritur nga 20 deri në 30%. Kjo do të thotë që nuk do të ketë hapësirë për rritje të parësyeshme të çmimeve dhe krijim të kostove shtesë që ndikojnë drejt për drejt në buxhetet familjare. Qytetarët më në fund do të ndjejnë mbrojtje sistematike nga rritja e çmimeve. Përfitimet janë të qarta, produkte më cilësore dhe më të lira në treg, praktika të ndershme biznesi dhe fund i situatës ku konsumatorët janë të detyruar të paguajnë çmime të larta për shkak të marrëveshjeve të pandershme dhe spekulimeve. Ky ligj i përgatitur nga LSDM-ja është në anën e qytetarëve. Sot duhet të bëjë një thirrje të qartë për të gjithë tregtarët dhe furnizuesit. Respektojeni ligjin për praktikat e padrejta tregtare. Respektojeni rregulloren dhe i udhëhiquni nga parimet e ndershmërisë dhe transparencës. Ky ligj është për të mirën të gjithëve, si për tregtarët, ashtu edhe për prodhuesit dhe qytetarët. U bëj thirrje edhe institucioneve kompetente të marrin një rol proaktiv dhe të zbatojnë këtë ligj me kontroll maksimal dhe përkushtim. Vetëm në këtë mënyrë do të arrijmë atë që dëshirojmë: çmime stabile dhe mbrojtje të sigurisë ekonomike për çdo qytetar. Në kundërshtim me këtë çështje sistematike, qeveria aktuale e udhëhequr nga VMRO-DPMN vazhdon të sjellë masa të përkohshme dhe të pjesshme që nuk japin rezultate. Kufizimi i marzhës për 73 produkte të cilët e imponuan nuk i uli çmimi dhe nuk solli lehtësim për qytetarët. Kjo është dëshmi se ata nuk kanë një plan të mirëfillt për të përballur me sfidat ekonomike. Ndryshe nga ata, ne me këtë ligj krijojmë një shport vjetore të konsumatorëve, e cila përfshin të gjitha produktet bazë, në vend të shportave sezonale, që nuk mund të zgjidhin problemin e rritjes së parësyeshme të çmimeve. LSDM me këtë ligj ofroi një zgjidhje të vërtetë dhe të qëndrueshme për çmime stabile dhe mbrojtjen e një standardi të jetesës. Ky është vetëm një shembull tjetër se si politikat e LSDM-s janë orientuar drejt interesave të vërteta të qytetarëve, ndryshe nga qeveria që improvizon dhe krijon hapësirë për tronditje të reja të çmimeve në çdo sezon të ardhshëm. Ju falenderoj.